Po e sheni që sonte po zhvillohen disa komunikime të monologje në fakt të një partije e cila ka 51%, e cila për 4 muaj rresht, duke e ditur që zgjedhja e presidentit vjen në muajin mars-prill, nuk ka zhvilluar bisedime, nuk ka gjetur zgjidhje për ta pasur ne sonte presidentin, për të pasur Republika e Kosovës president. Po në vend të kësaj, kemi parë një show një partijak, të cilin e ka realizuar kryeministri dhe kryetari vetë vendosjes, me qëllimin e vetëm për ta quar vendin në zgjedhje. A i di arsyet më mirë se çdo kusht tjetër, pse e ka bërë këtë, por e ka bërë, e kemi parë të gjithë. Ja kemi ofruar mundësinë që të negocioj, kemi marrë pjesë në dialog, kemi dhënë gjithçka që është e mundshme për mi dhënë vendit president, por kur i ke 66 vota, të mundsohet edhe një arrogancë që tenton ta shembush edhe demokracinë e shtetin i cili është ndërtuar për shumë vite me radhë. Prandaj sonte po e shohim me lehtësi duke luajtur me fjalë se çka ofron ai e çka ofrojnë partitë e tjera. E ka vënë veten përballë partive të tjera dhe po synon të realizoj seancat të cilat përveç se janë synim për ta rënuar demokracinë edhe rendin kushtetues, ai po orkestron një arrogancë të tërë ndaj sistemit të ndërtuar kushtetues. Po ndërton raste për të quar raste në kushtetuese dhe për të fituar hapësirë ekstra edhe për të ardhur tek zgjedhjet e reja në kohën dhe momentin të cilin ai po e synon. E pam edhe dëgjum, unë e di që ju keni pyetje, po një gjëje dëshiroj t'i jap përgjigje tani. Ne kemi dhënë mbështetjen tonë partijake në mënyrë unanime, 15 nënshkrime për kandidatin e LDK-s. Prej fillimit e kemi bërë të qartë që presidenti i Republikës Kosovës zgjidhet me marrëveshje politike ose me konsensus. Të dyja ja kemi dhënë si mundësi, duke përjashtuar veç një mundësi që e imponon dikë. Dhe atë e kemi sot. I po imponohen kandidat, herë me shumë vota, herë kandidat me 0 vota. Ky është i njëjti kryeministër që ka thënë nuk qes kandidat partijak, edhe që i ka qitë 2 kandidat partijak. Ky është kryeministri që ka thënë nuk qes njerëz me më pak vota se që kemi ne, sot i ka kandidate njerëz me 0 vota. Që kjo është realiteti, që kjo është ftyra e vërtet e një kryeministri të pasinqert që lun me institucionet e Republikës së Kosovës.